Për ne që kemi qenë këtu, pra për njerëzit që nuk kanë shku në haxh këtë vit, neve na është bërë e pëlqyeshme shumë që me qenë agjërueshëm sot. Por jo obligim. Pra edhe kush se ka agjëru, i bekum qoftë. Kush e ka agjëru, Zoti ja pranoft. Kjo është shpjegimi i drejtë Islam. Pra nuk është si Ramazani, që nëse ke shëndetin edhe mundësinë dhe nuk je udhëtar, duhet ta, edhe ke arrit moshën madhore, duhet ta agjërosh. Obligim. Kurse Arafati është nga ditët më të pëlqyeshme që mund të agjërohet plus, dhe pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë kush e agjeron ditën e Arafatit, shpresoj ka thonë që Zoti t'ja fali mëkatet e vitit që kaloi, edhe mëkatet e vitit që do vi. Tani, se nuk është mirë me i lënë gjërat mes. Arafat po agjeroi ditën e Arafatit, dje shejtani, se shejtani vjen tek tekstet islame. Biles aty vjen më shumë, me ngatru njeriu. Do t'ju tregoj gjë të bukur shumë. Pas nuk shpresoj që jam edhe vet aty ku duhet, po si shpjegojnë dietarët çështjen raportin e njeriu me shejtanin shkurt, se kam dëshirë ta them te për Arafat. Lufta më e madhe. Dhe kjo është shumë gjë e rëndësishme që po them. Lufta më e madhe që bën shejtani mallkum me njeriu, po e fuqishme fare betej, është që njeriu mos besoj Zot. Hasha lillah. Zakonisht i mallkumi këtë betejë ka të humbë. Sepse e ka mbush i madhi Zot këtë univers me argumente dhe njeriu sa do ta cysi i mallkumi nuk del dot në konkluzion që s'ka Zot. I qofshim atij fal. Shumë e vështirë. Por ai këtë e ka betejën më të madhe për ta bërë njeriu mohus ose për ta kanalizuar atë të besoj zotra të tjerë. Që janë dhe dy gjinafet e pafalshme. Tani s'du të dal më shumë ke shirku se du të dal ke ne. E humi betejën e parë. Çfarë bën? Shumë e rëndësishme kjo. E hum betejën e parë dhe njeriu thot besoj Zot, besoj Islam. Fuqishëm. Lufte të mërshme, plani B, sa i ka planet A, B, C e më radhë. Plani B, shumë i rëndësishëm për të kuptu. Nuk e len e cyt, e ngatron me njerëz të kot, e ngatron me grupacionet të çuditshme, që ai kur mos ta kuptoj Islamin e drejt, pastër, të vërtet, të bukur. Shumë e rëndësishëm. Dhe ti e shikon që dikush musliman apo muslimane hyn fenë islame dhe ti çuditesh se ai s'ka përfitu kur gjë, biles më mirë ishte para në aspektin e ekuilibrit se sa tani që u bë musliman. Pse? Se nuk është fut në Islam në vërtet, në Islam në Kuranit, në Islamin e drejtës, bukur, pasur dhe mbi gjitha në Islamin e ekuilibrit, që ti japi Zotit atë që takon, familjes atë që takon, shoqërisë atë që takon, punës atë që takon, pastërtisë atë që i takon, bukurisë atë që i takon, dhe të ekuilibroj këtë botë me botën tjetër, mendjen me zemrën, shpirtin me trupin. Dhe ti e shikon një që është jashtë feje dhe ka dy aroma njeriu, shikon këtë që u bë musliman, po u ngatru Zoti e di se ku shkoi, edhe e shikon çuditshëm. Dhe nga i herë pastaj fillon dhe bën budalli që brenda fesë na turpron gjithëve neve. Kjo është betejë e madhe që bën i mallkumi, që mbasi ke kalu besimin dhe ke pranu Islamin, të fusin qorsokake në rrugën e Zotit të errta, kur Islami është dita. Pejgamberi alayhis salam i tha, ja u kam lënë natën tha si dita. Pra paqe, mirësi, ekuilibër, drejtësi. Shumë e rëndësishme, nuk po vazhdoj më, se pastaj mundohet edhe kur e ka kuptu drejt ta fusin gjinave të mëdha, pastaj nuk e arrit dot asaj ta fusin gjinave të vogla. Nëse nuk e fund gjinave të vogla, pastaj mundohet që midis dy të mirave të gjej të mirën që është më e vogël e më radhë. Po nuk desha të vazhdoj më shumë, por shumë e rëndësishme të kuptosh Islamin drejt. Unë që po e flas këtë, kam shumë për të përmisu për të shku ke esenca dhe ke mesatarja, po e themi si koncept dhe po e tregojmë atë që është e vërteta. Gjithë kemi punë shumë për të shku atje ku duhet. Arafati shpresoj thot pejgamberi, fal gjinave të një viti që kanë kalu dhe i viti që do vinë.
Atëherë, vjen i mallkumi dhe thot, e pas kemi rregullu çështjen, vitit që kaloi ikën, vitit që do vi do ikën, edhe po bëj gjinofe pa fund se u fal kanë këto punë. Vjen ai se njeriu është kriju me pasion dhe don që pasionet t'i ketë në jetë. Dhe kur shef shu tekst, është thot tani u hap që kanë falë ato që kalun, edhe do falen ato që do vinë, kështu që sa të marrë xhuman mbyllej çik shpejt o hoxh, se unë do bëj namin tani në gjinaf. Vjen i mallkumi. Tani kjo do shpjegu se po u la kështu, ka mundësi keq kuptim. Gjëja parë, kjo nuk është përmend vetëm për Arafatin. Për shembull, ka thonë el jum'atu ila al jum'a. Ka thonë nga xhumaja në xhuma, nga Ramazani në Ramazan, nga namazi në namaz, falen gjinavet e vogla, i dha shtuni betil kebaje. Do t'ja fali Zoti gjinavet, jo gjitha, gjinavet e vogla, nëse është largu gjinaveve të mëdha. Pra ka kusht, duhet me ju largu njeriu gjinaveve të mëdha që t'i falen gjinavet e vogla. E para. E dyta, është që falen gjinavet e vogla, po ato që i ke ti me të madhin Zot, dhe jo gjinavet e vogla që ja ke bërë njerëzve duhet me i kërku Allahut. Që të sqarohemi se pastaj keq kuptohemi dhe themi vazhdojmë me gjinave se që e ka mirë. Nuk është kështu. E para falen gjinavet, po të vitit që kanë kaluar dhe që do vinë të voglat, nëse i është mang gjinave të mëdha, se nëse i ke bërë gjinave të mëdha, Zoti është hidhur shumë dhe nuk t'i fal gjinavet e vogla, po nëse edhe ke bërë gjinave të mëdha, po i je pendu të madhit Zot me sinqeritet dhe t'ka fal, t'i fal edhe këto, por nuk do të harruaj edhe tjetra që Zoti i gjithësisë nga mëshira e pakufishme, sa i është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmin t'i fal gjinavet e vogla që i ke me atë, gjinavet që ke me njerëzit do të me i kërku atyra Allahut. Zot me pas turp. Ke bo pa drejtësi ndaj dikujt, thuj, o motër më faj. Kërkoj Allahut. S'ka si gjë. Qofse i ke morë diçka, ja kthen. Thojnë dietarët kanë shku ke kjo pjesë aq thellë sa kanë thonë qofse ti i thu për Allahin dhe i tregon atë që mund t'i kesh bërë dhe kjo e përkeqëson situatën. Pra, ke qenë edhe me 3 veti, edhe ke fillu duke fol kundër atij, për shembull. Edhe s'kelon gjopa thonë. Biles se përgojimi dhe thashe themi disa dietari klasifikojnë si gjinav i madh. Zoti na fal. Por sot ka fillu quhet fjalë lirë. Me shajt dynjan është liri. Disa e kanë ngjyros si debat konstruktiv. E sha tjetrin, atë, familjen e tij, lloj gjërash dhe ti je duke zbatuar drejtën që të është dhënë. Kështu që Zoti nuk ka kështu mashtrimesh. Ke Zoti nuk do të më fol keq për tjetrin. Qofse ke diçka që nuk të pëlqen nga ai, jo në publik, veçmas e takon edhe e sugjeron dhe e këshillon dhe kaq është puna jote. Sot biles është rrit mashtrimi dhe ai që do me të shajt filloi herë të lavdron. Kam një gjuhë për shembull kështu, avash duke dalë në përgojim me lezet. Që mos me dalë që me ranë sy, e fillon dhe thunë ai gjotë mirë, për atë që pastaj fillon zezat një nga një. Pra vinë forma ndryshme, mendimet e këqija edhe veprat e këqija që bën njeriu. Por ti ke thonë diçka, tani je pendu. Edhe po t'ja thush atij që kam shajt ty, kam shajt familjen tënde, kam thonë gjëra të këqija, kjo mund ta përkeqësoj situatën. Sa jo që s'ta bën ndoshta Allah, se varet nga natyra, po fillon të kërkon llogarie dhe pastaj të merr inat. Të paktën kanë thonë ulemat e Islamit, për atë që ke fol keq, që i madhi Zot ta shikoj ke ty, është që ti fillo flet mirë siç ke pas fol keq. Edhe fillon thu gjërat mira, thu gjërat dobishme për atë person që ti ke pas fol gjëra jo të mira, nëse nuk të jepet mundësia që ti kërkosh halalin ose ka ndodhur që ai ka ndru jetë. Pra,
Arafatin falet realisht, se këta e ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush jemi ne themi tjetrën, por shpjegimi është që falen mëkatet për atë që agjiron ditën e Arafatit. Mëkatet që kanë kaluar një viti dhe mëkatet që do vinë. Por kjo nuk duhet më u mashtru me thonë tani që maroj xhumaja edhe dal në gjinaf. Se nuk ka qenë ky qëllimi. Se po t'ishte që është kështu, shokët e pejgamberit do ishin parët që do i kishin kuptuar mbrapsht tekstet, edhe ato do kishin bërë pastaj gjëra që s'bën. Kurse kur don me i kuptu drejt është që ato që janë shmang gjinave të mëdha, mos harroj diçka vëlla dhe motër të begatofti i madh i Zot. Nuk asnjëri prej nesh. Ndoshta rrall, nuk di. Mund të ketë pas dikën që s'ka bëj gjinave të vogla. Nuk di. Gjinave të vogla bjen çdo njeri. I devotshmi shmanget ai që është përkushtuar ke i madhi Zot, përkushtohet mos të bëj gjinave të mëdha. Vrasje, zina, fajde, shirk, magji, to që janë përcaktuar si gjinave të mëdha, mos tym tani në temën e gjina. Për shembull ka thonë, do e them ndoshta edhe për hutbe, ela unabbiukum ala akbaril kebair, aty lajmëroj për gjinavet më të mëdha dhe më të mëdhajave. Kanë thonë bela ja Rasulullah. Po profeti ka qenë shumë i përkushtuar, shumë i çuditshëm. Ka thonë el ishraku billah, ti bësh shok Zotit, dhe me këtë e mbyll. Sa Hafizi po don me Thirrezanin. Ka thonë ishraku billah, ti bësh shok Zotit. Ka thonë a doni dini më të madh tjetër, dha uqukul walidain, dha mos i respektosh prindrit. Thojnë, kjo më ka ngel mendje, jam i hutuar akoma, ka qenë thot i mbështetur pejgamberi Muhammed alayhis salam. Ka qenë njëri ta kishte në mes, ishte gjë e madhe shumë. Thot ishte i mbështetur dhe u çu ulur dhe tha wa shahadatu zur wa qawl az-zur. Tha edhe dëshmia e rrejshme. Edhe fjala e rrejshme hyn ke më të mëdha dhe më të mëdhajave. Dhe thojnë shokët e vet, kanë qenë aty, imagjino siç ishte kështu ngret. Masi i tha dy të para, tha wa qawl az-zur wa shahadatu az-zur. Tha edhe të shpifim, edhe të dëshmojmë rrejshëm, është nga gjinave shumë të mëdha. Dhe thotë e ka, imagjino ndoshta e lidhte direkte me ditën e gjykimit, u fuste me i botë të jashtëzakonshme, dhe thojnë shokët e vet, nuk e tha herë, po e tha vazhdoi ta thotë derisa tham kur do pushoj dërgumi i Allahut. Imagjino u fuste në një botë të egër të gjinavit dhe e tha ai shumë Zot sa ne tham kur po heshti dërgumi i Zotit. Imagjino çfarë njeriu, dhe kjo të lën pa mend në fakt në përkushtimin e pejgamberit ndaj gjërave që i kishte mësuar i madhi Zot, i qofshim aty i fal. Zoti na pranon veprat e mira, na fal gjinafet. Amin ya rabbal alamin.